Kur po ndëgjoj për byron kombëtare, është për qesh. Për herë të parë në Republikën e Kosovës pas lufte, ka ndodhur që një kryeministër nuk i përgjigjet drejtësisë. Kryetarët e juve të komunave kanë ikë me drejtësisë të PDK-s. Ja. Kryetari juve i PDK-s, nëse dikush që i ka rrah policët jeni ju. Po flas për dy partitë opozitare më të mëdha, në këtë rast PDK-n e LDK-n, kur po ndëgjoj ka folin për vetting dhe kur po ndëgjoj për byron kombëtare, është për qesh. Po këto dy parti opozitare e kanë bllokuar në gjykatën kushtetuese të dyjat. Edhe tash të thuhet ne kemi pas deklarata publike të Abelar Tahirit dhe kemi pas deklarata publike të Lumir Abdixhikut, që ne nuk e miratojmë as byron, plus e kanë dërguar në gjykatë kushtetuese dhe vettingu nuk e bëjmë në emër të asaj një anshëm. Partitë më të mëdha opozitare, po flas në këtë rast. Dhe tash po dalin me një program ku thonë se na kena me bo. Me fal, 30 sekondat e tu, a japim fjallën, fal. 30 sekondat e PDK-s dhe LDK-s mas pari PDK-ja, hajde. Në fakt, kur flasim për drejtësi, edhe kur flet Bojqinovci për të arritura, është për keqardhje që për herë të parë në Republikën e Kosovës pas lufte, ka ndodhur që një kryeministër nuk i përgjigjet drejtësisë, por më keq ai del i mbron ata të cilët akuzohen edhe ndiqen penalisht nga prokuroria e shtetit. E po ashtu është për keqardhje që sot në Republikën e Kosovës për shtrim të rrugëve, të asfaltit janë përdorur kontratat të burimore. Kryetarët e juve të komunave kanë ikë me drejtësisë të PDK-s. Kryeministri cili kryetari komunës ka ikë nga drejtësia. Ka qeverisë Partia Demokratike. Jo. Kryetari juve i PDK-s ka ikur nga drejtësia kur është dënuar. Kohën kur ka qeverisë PDK-ja. Kryetari juve i PDK-s zotri, kryeministri jon, kryeministri i Republikës Kosovës. Kryeministri i Republikës Kosovës ka thënë e janë dhe më intervistonin, ndërsa ju keni ikë. Ju, kryetari ju i komunës ka ikë, kur është dënu, kryetari ju i Kashanikut ka ikur nga drejtësia. Po tash une, nëse dikush që ka ikë jeni ju, nëse dikush që i ka rrah policët jeni ju, parti, nëse ka zyrtar të lartë, ju i keni sulmu policët, kujtim, ju i keni sulmu policët, ju keni ikë nga drejtësia. Une po i thëm, del në intervistë e mbron kryeministri.